Sa herë në 24 orë tregon orën fiks? Më zhbllokoj truri. 50. Dhe pse jo, tani në këto momente, ju keni nisur rrugën për të bërë Je gati, Irena? Mendoj se po. Ke një emocion pozitiv për të mbritur mirë, apo jo? Ha? Bukur shumë. Atëherë pyetja e parë, sa herë gjatë 24 orëve një ordore e prishur tregon kohën e saktë? Asnjëherë, një herë, 2 herë, 4 herë. Mendoj se është përgjigja asnjëherë, në A. Mos sa herë Atëherë. gjatë 24 orëve Tregon vetëm një herë. një ordore e prishur tregon kohën e saktë. Gjatë 24 orëve, Irena, ora, rrotullojnë nga krepat, ajo ka mbetur në një vend, ka mbetur. Po gjatë kohës, ajo sa herë tregon orën e saktë? Ta supozojmë ora ka mbetur në orën Në orën 4. 4 do aty do ta lëm në 4. Atëre, kjo ora e prishur që e ka ngel në 4, sa herë në 24 orë tregon orën fiks? Më zhbllokoj truri. Sa djem ke? 2. 2. Atëre? Të përgjigja. Ha? Përgjigja ime është C, 2 herë. 2 herë. E gjete! Të thash dhe në fillim që do të kesh emocionin pozitiv. Po të kapja i stresi e emocionit që bo që shkjo dhe bo ajo. Pra, këtu në fundit du të kuptojmë dhe misionin dhe qëllimi. Ne argëtohemi. Imagjino në këto momente telespektatorë që kanë bërtitur. Po dy moj, thuaj moj! Bën tifoza me lojtari, nuk bën tifoza thjesht për lojën, po duan që patjetër të ecë si ky lojtari. Prandaj mos u huto, jemi në fillim, edhe ta quajmë në thonjza një handicap këtë. Vazhdojmë me pyetjen e dytë.